Lajmi fundi SPAK zbulon telefoni që përdori Erion Velia e Sebastian shpejt e shpejt. Po, në datën 13 mars, kur po transferohej nga paraburgimi i Durrësit drejt Tiranës, ku do të shkonte drejt apelit të gjykatës së posaçme, sipas burimeve nga SPAK-u deri më tani, Veliaj, kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaj, ka përdorur telefonin e njërit prej policëve të cilët ishin duke e shoqëruar në furgon, në furgonin e burgut. Në deponimin që ka dhënë njëri prej polici i burgut i cili i ka dhënë telefonin zotit Velia, i ka thënë ja dhash prej frikës. Ja dhash se kisha frikë? Ja dhash, po pra, ja dhash se kisha frikë. Si ka mundësi? Kjo është misterioze si deklarat. Pra polici i burgut ka frikë nga Erion Velia dhe prandaj ka dhënë celularin? Gjithsesi ky është lajmi. Dhe e bukur është që ka filluar hetimet. Prokuroria ka filluar hetimet tani. SPAK-u ka filluar hetimet në drejtorinë e burgjeve. Për shpërdorim detyre. Për shpërdorim detyre. Nga hetim nga i cili mund të preket Erion Velia prapë, tani s'ka lidhje Erioni, ka lidhje polici që ka bërë të punë. Besoj se këtë mund të di më mirë Marsidi se si mund të preket. I rëndohet pozita procedurale përsëri zotit Veliaj? Po pse, ai nuk ka mori me zor. Jo, do shikohen deponimet. Do thot, do shikohet deklarata, në cilën forme ka kërkuar. E ka dhënë vetë në vullnetin e lirë, pavarësisht deklarimit të tij, sepse është dhe fakti, kanë qenë dëshmitarë dhe policë të tjerë aty. Do mbledhen dhe dëshmitë të tjerëve që kanë qenë prezent. Ti tani thuaj që mund të ketë arritur atje se Erion Velia vërtet ta ketë trembur policin i cili ka qenë shoqëruar me policë të tjerë, Erion Velia ndërkohë me pranga, dhe mund të trembi një polic i cili shoqëruar nga kolegët e vet, si sa ai nuk është Rambo vëlla. Shiko çani, kjo tregon që fuqia e Erion Veliajt është akoma diçka e psikologjikisht thua ti. Po, duhet marrë parasysh dhe kjo legjitimon vendimin e gjykatës së shkallës parë dhe të apelit, i cili është një person që mund të ndryjë në prova dhe në implikimin e fakteve dëshmive, përderisa arrin drejtuesa në përgjime jep direktiva dhe në fugon e policisë i kërkon telefonin e policisë dhe ai e jep prej frikës, kjo tregon ai ka thënë që kam frikë, nëse janë të vërteta lajmet që kanë dalë nga SPAK. Lajmet që kanë dalë nga. Tani, mund të ka thënë këtë gjë për të lehtësuar ndoshta veten e vet, pra në një mënyrë që prokurorët e SPAK-ut i thonë, ore nga frika tani njeriu s'mund ta gjykojmë, ka pas frikë dhe ja ka dhënë. Pra, se thuash, mos është policia ka bërë të gjë për të shmangur përgjegjësinë nga vetja? Shpërdorim detyre është ai. Shpërdorim detyre është gjithsesi. Edhe nëse ka bërë për të shmangur përgjegjësinë nga vetja këtë deklarat, dhe nëse nga frika përsëri ai ka konsumuar një figurë vepre penale. Kemi edhe një jurist tjetër përveç Gupit që është Adriatik Lapaj, pavarësisht se tani ai kandidon për mund të themi vetëm diçka në burg për shembull, nëse dikush kapet me telefon në ambientet e burgut ose para burgimit, i rëndohet shumë pozita, gati sa mund të marrë edhe një akuzë të re penale dhe gjithmonë dënohet edhe me izolim. Minimalisht 30 ditë. Edhe me izolim. Po. Lapaj, edhe ti je jurist në profesion, pavarësisht se je drejton koalicionin Nisma Shqipëria Bëhet, mund të më thuash tani si jurist, çfarë rrezikon Veliaj ose policia në këtë rast? Po, ajo që duhet them e para njëherë është që në këtë studio të kam thënë që kjo do ndodh, apo e ke harruar? Që do arrestohet? Që kjo që po ndodh do ndodh. Që arrestohet Velia, pa? E ke thënë, pra, po patjetër. Në lidhje me rasti konkret. Unë kam qenë dyshues deri në fund, çka ku ndodhi u tëroj që thash diçka po ndodh vëlla. Shpërdorim detyre. I kujt? Nga policit. Po. Sepse frika nuk është një argument në asnjë rast. Nuk është argument. Sa i takon zotërisë tjetër në fjalë, për mua ato janë veprime shumë amatore në kuptimin e një njeriu me logjik mesatare, për mendimin tim. Që? Po një nga kriteret e masës sigurisë është që të mos ndos provat. Kur ti e bën brenda institucionit dhe në fugon, kjo është ulëritëse, domethënë për mua është gabim fatal në kuptimin dhe tani kjo telefonat është telefonata e personalitetit që paraqet në raport me ligjin. Kjo është telefonata që, sepse për këtë bëhet fjalë që është përgjuar, se nuk mund të quhet përgjim, ai ka bërë telefon, ai ka bërë muhabetin në furgon. Përgjimi ka ndodhur në ambientet e paraburgimit me telefonat që kanë mundësi që të burgosurit flasin dhe janë me karta me impuls. Pra nuk është kjo. Jo. Ndërsa kjo është çështje tjetër. Është çështje tjetër, nëse vërtetohet që në këtë telefonat, nëse merren qeliza telefonike me kë ka folur etj. Me ka folur dhe nëse ka bërë diçka të kontraligjshme, mund të akuzohen të dy për bashkëpunim. Dakor. Prandaj po them që i rëndohet pozita procedurale. Ja një sekondë, do të thuash diçka para para se të iki? Është gabim amator mendoj. Gabim amator i kujt? I Veliajt. Po. Pano,
Shikori, jeti pushtetit e Erion Veliaj ma kjo më bën çudi. Më kupton domethënë sa që një policmer përsipër për të bërë një vepër penale, sepse ajo di që është vepër penale, sidomos polici, i cili shoqëron. Ajo që më çuditë është si ka bërë në sy të tjerëve. Mirë kur vetëm. Pra, ka marrë vetëm policët e kanë dhënë këtë deponim që është marrë vesh. Ka marrë guximin për ta bërë. Jo, qelizën e ka gjetë spaku, nuk është problem me gjetë qelizën. Problemi është ka marrë guximin për ta bërë polici për të vetë sakrifikuar. Tani drejt që e mori çfarë drejt pushteti është ky? Që detyron një person që të vetë sakrifikohet. Se polici është vetë sakrifikuar, pra ai përballet me, si shtotiku, me shpërdorim detyre, që do të thotë dënim burg deri diku, dhe çfarë lloj pushteti është ky që e detyron një në punës administratës të vetë sakrifikohet për ty. Po le të kujtojmë për të qenë fair deri në fund, të ndershëm, që në fakt nëpër burgjet shqiptare dhe para burgimeve shqiptare, të gjithë burgosit dhe para burgosit kanë ka i celularave. Tani mos bëjmë tani sikur ram nga Marsi tani, edhe nga Marsi nuk e dim. Të gjithë kanë gajnë celular. Puna është që ky i ka bërë baltë me sa duket edhe po e ngarkojnë, e kupton? Se të gjithë e dim të gjë, apo jo, Marsit? Të gjithë kanë gajnë celular, apo jo tiku? Ajo që di unë është që duhet flasim për gjërat e rëndësishme që vinë për Shqipërinë tashmë. Kjo nuk është e rëndësishme, thua ti. S'është e rëndësishme. Mija prisë kemi dhe një lëmë tjetër të fundit. Bashkisë tonë, edhe kjo ka rëndësi, domethënë është njeriu që ka administruar qytetin dhe taksat tona. Ka një ndeshmë. Nese, kemi dhe një lajm tjetër të fundit para se të merrem me aktualitetin e Tiku dhe të Panos dhe të Shqipëria bëhet. Ledio e Kaja, shikoje, plas titullin e ekran. Plasë Ledio. Këtu s'po ngatroj Tikun dhe Panon, se s'kan kohë të merren tani dhe me politikë ndërkombëtare dhe marrëdhënie ndërkombëtare, po merrem me Sebastianin. Sebastian, shkurtimisht fare, çfarë ka rezultuar nga telefonata 90 minuta që ka bërë sot Trumpi me Putinin dhe ky është lajmi i fundit? Me sa kemi parë në media, ka rënë dakord që duhet bërë një arpushim, por çfarë detaje tjera ka? Po t'jap disa detaje shumë interesante. Me pika, po, një. Që edhe unë i pash me shumë kërshëri, faktikisht. Ky konflikt duhet përfundoj me një paqe të qëndrueshme. Paqe e qëndrueshme do të thotë që do ulen tavolinë dhe do të flasim pik për pik se si do të shkohet tek paqja. Pika e dytë është se po lexojmë deklaratat që vinë nga Kremlini, por gjithashtu edhe nga SBA-t. Është folur për detin e Zi. Pra dalja e Rusisë në detin e Zi ka qenë një kusht i rëndësishëm, gjithashtu dhe dalja e Ukrainës në detin e Zi. E kanë Krimen. Po, por varet nga aksesi që është, çfarë do të ndodhi, do t'i njihet apo jo Krimea, pra është bërë një bisedë gati 2 orë ku Donald Trump dhe Vladimir Putin kanë diskutuar me njëri tjetrin. Armpushimi 90 ditor mund të ndodhë, Rusia ka pranuar që do të tërhiqet nga bombardimet e termocentraleve dhe mund të ketë tërheqje të tjera. Do të shihet çfarë do ulin këto prodhimin e armëve. Kjo do të ndodhë. Një pikë tjetër shumë e rëndësishme është, kanë folur për lindjen e mesme. Pra, SBA-t dhe Rusia. Dhe kanë përmendur lindjen e mesme dhe më duket se ka lidhur me Arabinë Saudite ky Trumpi apo jo? Jo, e kanë lidhur me Izraelin dhe e kanë lidhur me Iranin. Pra po flasim për një bisedë. Po ka thënë Irani nuk duhet të jetë kur me armatim bërthamor, por në krahun tjetër do të shohim se çfarë garancish kanë ofruar për Iranin, sepse Rusia është aleat i Iranit. Pra në këtë kuptim është një bisedë e gjerë. Është hapur loja, domethënë, nuk ka mbet thjesht e paqe. Është një bisedë e gjerë. Shkojmë tek ajo që teoricienët të ndryshëm të marrëdhënieve ndërkombëtare, si Graham Allison apo si John Mearsheimer, thonë se amerikanët po mbyllin Ukrainën dhe po mbyllin lindjen e mesme sepse duan të shkojnë drejt Kinës. Bashkë me rusët? Atë nuk e dim. Kështu thot, pra, dy udhëheqësit rënë dakord se një ardhmë me një marrëdhënie bilaterale të përmirësuar midis SBA-s dhe Rusisë ka avantazhe të mëdha, kjo përfshin marrëveshje ekonomike të mëdha dhe stabilitet gjeopolitik kur paqja është arritur. Paqja duhet parë sepse duhet kuptojmë një gjë. Tani do të presim reagimin e evropianëve, pasi janë evropianët ata të cilët do të ulen tavolinë me Rusinë për një arkitekturë të re sigurie. Pra në këtë kuptim duhet shohim edhe se çfarë do të bëj pala. Ndërkohë që evropianët po vazhdojnë të bëjnë sismice sepse duan të ftojnë Kanadan të bëhet pjesë e BE-s. E dëgjove lajmin se apo jo? Nuk bëhet dot. Mi po çon si ka? Po qarkullon ky lajm gjithandej. E mirëpresim, tha Ursula të gjitha. Evropianët në qoftë se marrin sërish Britaninë dhe fusin Turqinë në Bashkimin Evropian, krijojnë thellësi strategjike. Turqia ka këmbësori shumë të madhe, Britania ka armë atomike. Pjesa tjetër pastaj janë biseda. Janë lololo. Kjo Kanada së BE shumë interesante pra. Nëse, këto ishin 2 lajmet e fundit që ishin ditën e sotme, s'mund t'i linim se është e martë dhe jemi live. Kalojmë me njëherë te aktualiteti këtu në Katund Ledio dhe plaset fabula tjetër në ekran. Go!
L'actualité est très chargée, thonë miqtan nga Parisi, aktualiteti është shumë i ngarkuar, është aq i ngarkuar sa që ne kemi gati tani për tikun dhe për panon, me që janë në koalicion, nisma Shqipëria bëhet, kemi gati një sinkron nga emisioni imi kaluar, ku kisha Arlin Qorin dhe Erald Kaprin, që debatuan me syre, do të thënë ishte një debat civil shumë interesant, por sigurisht folën dhe për punën e listave të mbyllura dhe për episodin e baballarëve, të mamave, të këshurimve, të njerëzve tuaj që keni vënë atje. Dhe ja si e trajtuan dhe pastaj ja u lë fjalën ju zoti Lapaj dhe zoti Soko. Ja shikojeni. Dashi kishte shpresë se mund fidonte mandat në listë hapur dhe s'kishte garanci se ata 4 të parët, të 5 të parët në Elbasan nuk japin dorëheqjen nga lista e mbyllur, që janë familjarët e vet. Po s'garanci. Familjarët e kujt? Njerëzve të partisë. Tani do flasësh për ta familjarët, vëlla, sepse po e akuzojnë Lapaj, por pse dua të di sinqerisht nga ju, dhe nga ty dhe nga Arlindi, pse akuzojnë për të se mua më duket formul fatikisht për t'i dalë të keqes para, si unë nuk e kuptoj pse se bë dhe juve, sepse fatikisht ajo formulë është formulë e ndershme, vërtet e ndershme, por për të sfiduar listat e mbyllura. E provoj për të ja... Ata nuk po e fshehin, ata po thonë, unë po vë babain, thot, po vë kushurin dhe këtej, thot, vetëm për t'i thënë jo listave të mbyllura. Pra ku është e keqja këtu? Në një familje, kjo është një mënyrë, Arlinde, kam seriozisht, pse juve keni dalë kundër kësaj? Karagjozllëk. Po pse është Karagjozllëk? Maman, vjerën, vjerin. Ata nuk po e bëjnë fshehur asnjë pra, ata po e bëjnë për një qëllim, se ata thonë ligjin na detyron të krijojmë listë mbyllur, ndërkohë që ne thotë duhet të punojmë në listë hapur. E di çfarë është interesante? E ka bërë PD-ja dhe ka dalë bllofme. Karagjozllëku nuk ka kufi, me thënë drejtën. Nuk janë parti. Janë thjesht bashkime inorganike individësh që veshin të njëjtën uniformë dhe secili lufton vetëm për vete. Më kupton? Edhe kjo ideja që fusim kushurinë, motrat, vëllezërit, baballarët, është për të thënë që ne nuk kemi parti. Më kupton? Ata nuk janë parti, jemi thjesht individ, secili lufton vetëm për veten e vet, nuk kanë asnjë ide të përbashkët, asnjë program, asnjë besim te njëri tjetri mbi të gjitha dhe për të qenë minimalisht sigurt se nuk do i bëjmë hile njëri tjetrit, do vendosim nënat, vëllezërit, motrat e kështu me radhë. Tani, një parti serioze, një parti serioze. E para nuk e bën këtë gjë, por hyn siç janë rregull. Po pra. Lapa një reagim apo Soko? Panoj. Jo, e para një herë që Arlindi ka futur vllajën e vet një herë. Domethënë është hipokrite që thua ku e ka futur vllajën? Në listë, e kanë në listë për kandidat. Çfarë thua? Domethënë, ku e ka më ku? Po i futu ta gjejmë gjën vetë, se ka. Po pse thua ti më burrë se nuk e dim? Po nuk du me u marr më udhur sepse është një problem shumë i madh etik. Nuk merrem me të afërmit e njerëz e politikanëve. E kam etik timin. Nuk merrem. Me që e the pra që ka futur vllajën. Nuk merrem, jo, po them për tregu hipokrizin. Dhe jo vetëm Arlindi. Një pjesë e mirë atyre që janë aty janë dubluar me kushurinë apo me motra vëllezër në për lista. Dhe ky është fakt. Tani kjo është hipokrizi, të thuash që ky që ka Karagjozlik. Jo. Në fakt nuk është Karagjozlik. Kjo është një përballje mes dy konceptesh. Pra, o do shkojmë me demokracinë, o do shkojmë me autokracinë. Lista e mbyllur u bë për të zhvilluar autokracinë dhe për të kultivuar autokracinë në këtë vend. Lista e hapur që ne prezantojmë është për kultivuar demokracinë në këtë vend. Të gjitha këto që zbatoj rregullat, e di unë të zbatoj rregullat, janë thjesht, le të themi, argumenta ose justifikime për të dalë faqe larg gjoja përpara publikut, sepse ti ke zgjedhur si Sali Berisha dhe Edi Rama listat e mbyllura. Sepse kush është ajo që kupton publiku është Sali Berisha, Edi Rama, Arlind Qori dhe Agron Shejaj janë të katër me listat mbyllura. Pjesa tjetër janë me listat hapura. Pra, çfarë të bëri ty të shkosh në Tintin Krah me Sali Berishën dhe Edi Ramën? Çfarë më bëri mua të kuptoj kjo që bëre ti, është që të gjithë këtë luftën që gjoja po bëjmë për kundër Ramës dhe Berishës, nuk e kemi se duam të heqim berishizmin dhe ramizmin. Jo, ne duam të heqim Ramën ose Berishën dhe të vim ne. Pra, kjo lufta e oligarkisë është që t'ikin ta oligarkë që janë që të vim ne më. Jo të heqim, jo të vinë ata, se mos e kuptojnë njerëzit sikur. Ashtu kuptohet. A bravo, pra, të vinë ata. Rofshtiku. Se mua më kanë keq kuptuar shumë këtë. Jo, po në ekranin keq kuptuar. Ja një sekondë. Dhe më keq kuptuan raport me këtë. Do të jap. Jo, prit një sekondë ta mbaroj. Pra, po shkurt sepse origjinal do në iki koha. Jo, ideja mua më intereson gjë tjetër vëlla. Ideja jo, se kjo më intereson mua për ta heq qafe këtë mua. Domethënë këtë çështë. Nuk e heq dot kështu. Jo. E di pse? Njerëzit na shohin, nuk kanë kuptuar trukun tuaj, që ju e Jo, do ta shpjegojmë te truku. Jemi tek debati i modeleve. Pra, ata duan
që ti heqin Berishën dhe Ramën dhe të vinë ata, me të njëjtat mjete si që Berisha dhe Rama. Pra, ndërsa ne çfarë duam? Ne duam me shkull nga rrënjët, ramizmin dhe berishizmin. Jo Ramën dhe Berish, ramizmin dhe berishizmin me shkull nga rrënjët molla, me ndërtu një republik demokratike. Kjo është ajo që duam ne, që ndryshojmë nga ata. Dhe shumë mirë që nuk u bëm bashk, se vallaj do kishim bërë një klesh në qoftë se do ishim bërë bashk. Sepse ne kemi qenë gjithkohon për demokratizim. Nuk kemi qenë për të zëvendësuar diktatorët, me diktatorut të rinj. Prit, para si fjana Marsidit, do bëjmë një xhiro njerë, se ky emision është vetëm 60 minuta sot, dhe në detyruar të bëj disa pauza. Pa ne shtymë edhe 5 minuta. Po, të resetojmë një 60, pastaj po na lanë dhe shtymë. Dakor? Bëjmë një xhiro urgjent, vetëm pak sekonda, ikim te Dorelani dhe rikthehemi më njëherë. Ç'është Dorelani do thoni ju, është një supermarket italiane që ju shpëton nga dhimbjet e kurizit, të qafës, të mesit të gjithçkaje. Urgjent te Dorelani miq, ka Fori Tuto te Dorelani. Fori Tuto është gjithçka në shitje, gjithçka jashtë, janë të paparë. Siç janë italianët, 55 vjet eksperiencë ka kjo supermarket italiane dhe mbi 2000 dyqane në gjithë botën, më në fund në Shqipëri prej kohësh tashmë. Urgjent te Dorelani zonja Zotrin, sepse atje do gjeni shpëtimin tuaj. Pastaj ju thoni, jo mos e shën si ka dy sheku, rëndësishmë është që të flëm, jo. Nuk frini dot në një dy shek të keq. E ka dhe krevate, jashtë që organe, gjithçka tjetër. Po çdomos dy sheku, unë për vetë kam provuar disa çështë, kështu që urgjent nuk ka si Dorelani, do shpëtoni një herë mirë me materiale natyrale, ingeo, viskos, këtu se çan materiale, po janë të papara. I gjeni ose përballë kompleksit Deli Orgji, kur jeni te rruga Kavajës, që zbrisni poshtë, Deli Orgji keni majtas, bam, djathtas është Dorelani, ose në kilometrin e 12 në autostradën e Tiranës e qendra Prestige Home. Dormire bene, thot Dorelani, vivere meglio, të flesh mirë, është jetosh më mirë. Fori Tuto, urgjent e Dorelani, përfitoni. Keni dhe pak kohë. Bravo Dorelan, i papar. I papar. Dhe rikthehet fabula në ekran, le dio pa muzikë se ta përfituar kohë dhe është ndryrja Marsit. Ç'kishe me panon? Po. Para si e fjalën tikut. Vllai i zotit Arlin Çorri ka emrin Elvis Çorri dhe nuk është deputet në asnjë listë. Është aktivist, nuk është kandidat, 2011 nuk është kandidat. Është në Vlorë, më. Po pra ka Elvis Çorri dhe nuk është ai është. Po kush është? Mund të jetë një person tjetër, por nuk e di se çfarë ka, po nuk është vllai. Unë nuk e di. Unë di kush është vllai Arlin. Nuk quhet Elvis Çorri dhe nuk është. Është i afërmi. Se që kanë mbiemrin njësoj. Po sepse këtu shkon, më. Do na japësh fjalën. Është shumë e cekët. Vetja le fjalën soko. Po ja dhash, po është shumë e cekët. fakti që ja dhash nuk do të mos ma jep. Pas teje Soko do shpjegoj ç'është kjo punë e listave të mbyllura dhe të hapura, pse ju e godisni dhe ka marrë sa mollë thot. Okej. Simbolikisht po. Simbolikisht, por ajo shumë. E para një herë. Ja fjalët më lësh tani diçka? Urdhë. Po, patjetër. Shumë e rëndësishme. Sot kanë bërë një sondazh. Po. Sondazh privat. Sondazh me Idin Arjan Çani. Ka takuar 5 pensionistë. Po. Që nuk e njohin njëri tjetrin. Po. E bëra me qëllim para të vinë në emision, ka punuar fort. Po. Një nga ato ishte mamaja ime. 4 tjera nuk i njoh. Thashë provoj nga mamaja. Me gjërë punë e mamalarve, babalarve. Thashë provoj nga mamaja. E pyeta, a mund të ma shpjegosh ta se nuk po e kuptoj. Gjithë njerëzit tha, që kanë shoqet e mia, tha gjitha, sikur janë të çuditur, tha si ka vënë prindrit në listë të mbyllur. Ja ta shpjegoj. Dhe nuk e shikoj, njerëzit kanë mbajtur pjesën e parë, nuk e kuptojnë, pra teknikisht që ka kaq e vështirë, por një pjesë të madhe të popullsisë, unë bëra një sondazh të natyrshëm, unë jam i bindur që 99% e njerëzve nuk e kuptojnë fare këtë truk vlla. Do ta kuptojnë. Ju ka mbetur kjo, si ka vënë babai në listë dhe maman? Ta mbarojmë tani. Por këtë ta thash, shumë e rëndësishme kjo gjë. Me sa duket, si ju ka funksionuar sqarimi pra. Shumë e rëndësishme. Do ta shpjegojmë tani se këtu ne jetojmë në një republikë që tytat e Baltës se kanë mbajtur. Nuk mjafton vetëm të shpjegoni për emisione më dha, duhet të shpjeguar lajme, në për lajme, me grafika. Ta mbarojmë tani. Merri lajmet me këtë. Ta mbarojmë. Jepi. E para ky është programi i koalicionit ton. Shqipëria bëhet. Po, nuk të ka ardhur ndonjë me program, besoj se nuk kam program. Të vetmit që kam program jemi ne. Ky është programi i shkurtuar, ndërkohë të gjatin e gjën aty të te linku për katës. Keni haruar të vini fjalën nisma. Jo. Ky është programi, Shqipëria vlen më shumë se partia, kështu është quajtur programi, pastaj nisma Shqipëria bëhet është koalicioni. Nuk do ketë. Ky është programi. Tani vim tani te shpjegimi. E para, kjo është fleta e votimit. Ta përqendroj kamera pak këtu? Ja, një sekond shohim tani sa mund ta përqendroj kamera është punë. Kjo është fleta e votimit. Ledia përqendron dot? Duket gjë apo ka shumë dritë? Nejse. Nëse mbaj atje mos e lëviz. Tani
ka vendos, po, kjo është fleta e votimit. Numri 6 jemi ne. Një tmer i përpara fletë e votimit. Numri 6 këtu në mes. Lehan emra, dej. Këtu në mes jemi ne. Po heqin pensionistë shkret. Ja, po më dëgjoj tani. Numri 6 jemi ne. Numri 6 jeni juve? Po, 6 ja këtu. Jeni pas PS-s ju? Po, tani këtu te numri 6, sheh këto gjërat e vogla këtu që as nuk lexohen? Tmer. Kjo është lista e mbyllur. Te lista janë emrat? Janë, po këtu nuk votohet. Nuk votohet. Nuk votohet. Pse? Sepse ortakëria Rama Berisha bën që këtu të fusin servilat dhe ata që e blejnë vendin parlament, pra të venë parlament pa u votuar. Kjo është e Tiranës? E Tiranës. Po, e Tiranës, dakor. Pa u votuar. Këtu poshtë, e shikoni këtu? Listat e hapur. Këtu është lista e hapur. Janë me kuti të vësh kryq. Po, tani këta që janë këtu lartë, këtu te listë e mbyllur, shkojnë në parlament se kështu do kryetari i Tirendis. Të vë kryetarit parin. Ti shkoni pari atje, pa u votuar. Se votat i merr partia dhe lista e hapur. Pra votohet Muçua e shkon në parlament Rruçua. Në rregull? Ashtu. Tani çfarë kemi bërë ne? Po shne që nxorën emrat e listës së mbyllur. Po sepse kështu e kanë vënë prapë, po e kanë bërë që nuk shikon dot sa vota merra në listë të mbyllur, nuk votojnë këta. Pse? Se dilin lakuriq që merrin pak vota dhe shkonin pa drejtësisht në parlament. Tani ç'bëm ne? Kjo është lista. Ne këtë listën e mbyllur këtu, këtë gjën e vogël këtu, që shkojnë qyl servilat e kryetarit dhe ata që blejnë me para vendin e deputetit dhe pastaj shiten si njerëz të arrir, kjo këtu, ne këtë e dogjëm, i hoqëm një kryq. Po si keni heq kryq në fletë votimi? Po më dëgjoj pra, e dogjëm. Pse? Sepse këtu ligji e kërkon patjetër të kalosh përmes kësaj. Shkojnë këta në parlament parë, pastaj vinë këta poshtë. Qartë. Votat i marrin këta poshtë, ndërkohë në parlament shkojnë këta të kryetarit. Normal. Ç'bëm ne? Këtë do e djegim, si këtë vendosnim, tham për ironi ndaj sistemit, tani të më kap mua kamera. Po. Për ironi. Sa bukur e drejton. E drejton Ledion është. Për ironi ndaj sistemit të kapur nga Zoti Rama dhe Zoti Berisha, ne tham këta prindrit e gjyshit e politikës së vjetër, që kërkojnë ta mbajnë peng Shqipërinë akoma, do u vendosin përballë prindrit e kandidatëve tanë, të cilët do t'i hapin rrugë fëmijëve që garojnë në listat e hapura. Tani, kjo është lista këtu. E shikon Adriatik Lapën ku e ke këtu ti? Ku jeti atje mos, se nuk duket I 18. Po pse ke dhënë vetëm aq poshtë? Se aty e vendos rendi alfabetik. A nuk ka rëndësi se i sajti e aty? Është sipas rendit alfabetik të mbiemrit. Atë mbiemrit? Po, unë jam këtu i 18. Po. Ndërkohë, Pano është afër fundit. Se e ka Soko. Ndërkohë Endrit Shabani ishte edhe më poshtë, në fund fare. Se e ka edhe ai me S, po. Tani të gjithë ne do garojmë me lista hapur, që do të thotë qytetarët do na votojnë me emër. Po qartë. Nuk do shkojmë aty se jemi kryetar. Gjithë këta të tjerët e kanë vënë veten rehat në vend të parë. Do shkojnë në parlament si kryetar. Më jep një shembull, kush është emri i parë te PS-ja? Te PD-ja është Sali Berisha. Po. Te PS-ja është PS-ja është Pesa, po. Edi Rama. Po. Këdo tjetër të t'jap shembull. Po këto partitë e tjera, po kush janë? Për shembull Qori, Agron Shehaj. Te zoti Qori i pari është Redi Muçi. Po i dyti është zoti Qori. I dyti është Arlind Qori. Po. Këtë dua. Po te Agron Shehaj. Është i pari zoti Shehaj. Po i dyti Eraldi. I dyti Eraldi, treta një barba, një zonjë. Po, tani duhet thënë që si Juve e ka bërë edhe koalicioni Dashej. Si ne, eksakt. Si ne e ka bërë dhe koalicioni zotit Dashej, që quhet? Quhet koalicioni Djathtas për zhvillim. Po. Dhe e ka bërë dhe koalicioni i zotit Endri Hasa, që quhet Partia Koalicioni Euroatlantik. Pra janë 3 subjekte të paktë. Lulbasha. Po. Dakor. 3 subjekte që i kanë djeg listat e mbyllura dhe po shkojnë me listat hapura. Nuk jemi vetëm ne. Tani, unë për ty dhe për qytetarët kam disa pika. Para njerë, unë bëj pjesë të ata njerëz që kanë hyrë në politikë që beson të gara. Ne 2 vite më parë nisëm rrugën për të kërkuar 1 vot në diasporës, 2 hapjen e sistemit politik garës. Mbi këto 2 domenet të mëdha, mbi këto 2 kauzat të mëdha, ne shkruam 2 projekt ligje, 1 për votën e diasporës, 1 për hapjen e sistemit, të cilat ja dërguam 140 deputetëve, pasi nuk i morën në konsiderat, ne mblodhëm 21.000 firma për secilën nga nismat dhe i quam në kuvend. Vitin e kaluar në korrik, kuvendi miratoi votën e diasporës, duke e pranuar projekt propozimin ton, dhe e dyta, rrëzoi, pra e ndryshoi, po e rrëzoi propozimin ton për hapjen e listave dhe bëri 1/3 në mbyllur, 2/3 e hapur. Qartë. Ne e morëm dhe e quam në gjykat kushtetuese. Dhe çdo ditë të këtyre 2 viteve, ne i kemi thënë shqiptarëve në çdo takim brenda dhe jashtë vendit që ne do të garojmë me listat hapura sepse ne nuk e pranojmë konceptin e mungesës së garës.
Unë kur nuk kisha për të hyrë në këto zgjedhje me listat mbyllura. Pse? Sepse unë nuk mund të legjitimoj, i nderuar zoti Çani, sistemin e kapjes së kryetarëve të zotit Berisha dhe zotit Rama që e kanë marrë peng Shqipërinë në këto 34 vite tranzicion. Dhe ajo që ne kemi bërë është si fisnik, kemi mbajt fjalën. Që e kohajt që Adriatik Lapaj të rendite i parin në Tiranë, të vendoste Panon të dytin, ose Endrin të dytin, edhe me radhë, dhe të shkonim si zotrinj këta të kryesisë në krye të qarqeve, e të shkonim në parlament, e këta të tjerët të justifikoheshim të njerëzit që s'kishim ç'bënim se ligjin e bën këta. Por jo, çfarë bëm ne? Ne gjetëm të vetmen hapësirë që kishte dhe vendosëm aty njerëz të cilët do ta djegin mandatin. Pse nuk vum njerëz të cilët nuk ishin prindrit tanë? Për dy arsye. Me që jemi këtu të më lejosh pak? Po. Ana Dajko, kush është? Është nëna e një prej kandidatëve tonë në qarkun e Vlorës. Livia Stavri. Është e afërm me nusja e Endri Shabanit. Mateo Ziko. Tani, janë të atyre se unë si ditë gjithë tani se janë familjar. Dhe njerë, janë familjar të kandidatë. Gruaja jote është? Jo. Po ti njeri nga shtëpia ke? Po nuk kam sepse i kisha larg vllaz, duhet veja aty ti merja. Altin Noka për shumë, apo? Po janë familjar të kandidatë. Familjar të kandidatë. Baba jot, pse u troqi në moment të fundit? Sepse i erdhi turp, nuk donte fare në mes polemika. U bezdis. Më morin telefon, tha, biri im, tha, unë e kuptoj ëndrrën tënde, po lere babajnë të hajkë të pensionin rehat se nuk është punë kjo, tha. Nuk donte të ishte. U bezdis shumë nga fatkeqësisht u bezdis shumë, me thënë drejtën. Lere tha, ka prindër të tjera aty, se ty të sulmojnë se je drejtuesi kësaj gjës, u bezdis me thënë drejtën. Po, u bezdis, dhe u mërzit. Po, mamaja? Mamaja nuk që. Jo, po mamaja është të tha. I tha që po ty më burë, tani që ka nevojë djalin të mbështetur. Mamaja ime, unë jam një natyrë që me prindër kam një marrëdhënie të shkëlqyer. Po mamaja nuk dëgohet babait. Jo, po nuk kish lidhje se ai tani që kemi nevojë ta mbështesim djalin ti të riqesh. Jo, po të që ai rrinte. Po ti një mamaz do të jesh luftarak si mamaja, se babai ka luftarak. Nuk ka lidhje, jo, babi është shumë luftarak, por jam i kuptoja atë bezdin që i shkaktoi gjithë kjo situatë, sepse mund të qenë kap dhe këta të tjerë të familjarët kanë. Këta të tjerë, këto koalicionet e tjera. Jo, ma s'kan familja. Po ti jesh i bindur ti për ato. Po sepse ajo garanton që digjet, se ti bie që të mos ta djegësh pastaj. Do lejo pa të marroj tiku të shpjegoj çka ka ndodhur. Ramsi. Jo Ramsi ka bërë me të mbyllura. Rani dinte edhe po zgjadhe. Kush të tjerë, po ke fjalën kur thua të tjerë? Për Dashe. Koalicioni Dashe. Po ata kanë thënë që janë njerëz. Po mi ja, po pse me ne e bën të madhe këtë? Ju dini më mirë se ndoshta. Ashtu, tani kjo është ky shkak. Tani vinte një gjë tjetër. Ma e pema me kopra, koka qellohet. Tani se do të them unë atë që duhet shqetësoj njerëz. Para sa javë, një gjë tjetër bëri përshtypje, si ka mundësi që nuk është Tom Doshi fare? As të lisën mbyllur as e hapur, nuk e shoh këtu, apo e kam gabim. Është në Shkodër, ajo është në Tiranë aty. Harrova fare, është në Tiranës kjo më burr, unë po shoh Tiranën. Tani them diçka unë që duhet i shqetësoj qytetarët. Po vetëm dëgjoj. Prindrit tan, sa më konçise se kemi mollë. Prindrit tan, aq shumë e donin mandatin e deputetit, sidomos babai im. Sa pani zgara më tha, aq më bezdis me gjithë ta, tha, ika unë, tha. Tani, prindrit janë aty për të garantuar që ne fëmijët të bëjmë gare, të japim Shqipërisë një model ndryshëm. Dale, të lutem, ta kuptojnë qytetarët. Do ta kuptojnë, avash avash. Do t'i çmontojmë akuzat dhe do t'i shpjegojmë qytetarët. Mos dosha kjo me gjithkohë ndërkohë që do të marrë gjëra të tjera? Po le ta marr, ti e di që s'ka reklam të keq. Jap çik fjalën dhe e mbarova unë tani. Lek vetmi. Shiko, e mbarova. Tani e di çka ka bërë Partia Socialiste. S'po merrem me këta të tjerët. Se unë, zoti Arjan, as kam shar, as kam shpif, as kam hedh balt për ndonjë nga këta të rinjt, kur. Përkundrazi, u kam thënë gjithmonë, nëse nuk u pëlqej unë qytetarëve, të mos votojnë këta që kanë marrë peng Shqipërinë, po të votojnë këta që janë të rinj. Dhe sot prapu a them, pse? Sepse e besoj fort që Shqipëria ka nevojë për ndryshim. Por qasja e tyre për të goditur një të rinj nën brez, e të bëhen bashkë me Ramën e Berishën, për të hedhë balt më keq se Rama e Berisha, kjo nuk i nderon. Dhe koha do ta tregoj dhe rezultatin kuti do ta tregoj. Këtu do jemi. Dhe unë po të them një gjë që duhet i skandalizoj shqiptarët. Ajo që duhet skandalizoj shqiptarët, e ti cila është? E dini ju kë ka futur në listat të mbyllura zoti Rama? Kë ka futur? Verifikoni se një gazetar këtë që do të them tani. Ma thuaj. Në shumë qarqe të vendit ka futur fëmijët e ish deputetëve të Partisë Socialiste dhe drejtuesve të lartë të Partisë Socialiste. Dhe unë po të them, për shkak të sistemit të zotit Rama dhe zotit Berisha, në parlamentin e ardhshëm do të shkojnë qyl pagar vetëm se janë fëmijët e ish deputetëve dhe funksionarëve të lartë të Partisë Socialiste një numër i konsiderueshëm kandidatësh. Dhe kjo duhet i tmerroj shqiptarët
që ata e lën politikën trashëgimi dhe fusin në listat e tyre të ndyra, të mbyura, fëmijët e tyre, dhe do t'i çojnë aty pagar. Dhe ai shqiptari zakonshëm që po më sheh mua aty, duhet kuptoj që Adriatiku me Panon po luftojnë që ta sfidojnë sistemin e mbyur me çdo kosto të mundshme dhe me baltën që këta hedhin, për t'i krijuar mundësi fëmijëve të tyre nesër që të garojnë të lirën në një republikë normale, kaq. Para se të bësh oponencën, jam detyruar të iki prapë. Gjiro urgjent le jemi këtu gjithë, mos ta nxirr për para atë banor, të thash, se ndel para kamerës. Bëjmë një gjiro urgjent të kodrat e Lundrës, jemi dhe ne këtu te MCN-ja, sepse po bëhet një ka filluar ndërtimi, ka filluar pronotimet urgjent East Side Residence, kjo shikoni. East Side Residence, Petro bashkë me Klodin. Janë duke bërë këtë super ndërtim shumë interesant për gjithë ju që doni të kapni një shtëpi këtu, një vilë, në përmasa ndryshme shumë interesante, merrni tek numri telefonit që keni atje, thoni emrin tim dhe keni direkt 500 ulje. Shijon shumë këto se them. Mund të bëni ulje tjetër, po pastaj do të vinë merita juaj. 500 që keni nga unë, po të thoni Arian Çani. Merrni telefon. Shnoni numrin. E dyta, kanë gjë të mirë tek kjo rezidencë, sepse ka shumë nga ju që përveç se duan të strahojnë veten në mes të natyrës, këtu e keni, ku vini te në Elbasan, futën të rrotullimin madh, jo s'keni punë me këto qendra tregtare, me këto jo fare. Vazhdoni rrugën, keni lobin, shumë interesant lobi atje, pastaj keni BKT-n, pastaj MCN-ja. Paf mbrapa MCN-s është kjo, është një perg. MCN-ja me ekranin e madh, keni parasysh. Ekrani i madh aty që shikoni, që është televizori i madh shumë, LED-wall i madh. Mbrapa asaj është. Keni dhe apartamente për prindrit, se e di që shumë nga ju duan të kenë prindrit afër, por të mbat kalamaj, se mund të kenë sëmure deri atje, keni apartamente përveç vilave. Kështu që urgjent, shënoni edhe numër se pastaj të më thoni janë mos. Ishin vonë, tani sa nuk është vonë. East Side Residence e papare për dëgjuar në mes natyrës me kodrat e Lundrës. Kthehej pas pak me Pano Sokon, i cili ka sjell 5 mollë, 2 të mbuluara, 3 të zbuluara. Listat e mbyllura, listat e hapura. Po shohim ç'do na tregoj Pano. Adriatik Lapa që sapo e bëri parashtrimin e vet, Marsit Gupi, Sebastian Zonja, rikthehemi pas pak sekondash, mos u largoni, kemi surpriza.